Një ditë Muhamedi a.s. ishte duke nejt me shokët e vetë, edhe kaloi një njeri. Tha, çka thoni për këtë? Të pranishmit i thanë, nëse kërkon mu martu, krejt kanë me garu me martu. Nëse kërkon ndërmjetësim, krejt kanë me garu mi dhanë ndërmjetësim. Dhe Muhamedi a.s. heshti, dhe me thonë, ishte nga shtresa aristokratike, shtres lartë. Pastaj kaloi një njeri tjetër, një besimtar i dopt, i lodhur, pukara, i ngrohtë. Tha, çka thoni për këtë? Tha, i dërguari i Allahut, nëse kërkon mu martu, as kush nuk e marton. Nëse kërkon ndërmjetësim, as kush nuk ja pranon ndërmjetësimin. Tha, pasha Allahin, sa i përket këtij të fundit, është më i mirë edhe më i dobishme sa i pari, se sa madhësia e tokës. Pra njerëzit të Allahu Azza wa Jall maten me devotshmëri, maten me vepra të sinqerta për hir të Allahut Azza wa Jall.